Një ditë pas deklaratës së liderit të BDI-s Ali Ahmeti, i cili tha se vetëm Arben Taravari e ka kuptuar pozitën vasale të shqiptarëve në qeveri, ka reaguar sot zëvendëskryeministri për qeverisje të mirë dhe njëherët edhe kryetari kuvendit të Aleancës për Shqiptarët, Arben Fetai, i cili deklaratat e tilla i quan hipokrizi, pasi tha se ai nuk është argati askujt. Ali Ahmeti, unë s'jam argati askujt, këtë epitet mbaje për vete. Ti që u ke shërbyer me devotshmëri pushteteve anti-shqiptare dhe që ke legjitimuar çdo krim ndaj shqiptarëve. Ku ishe ti kur ministrat e tu arrestonin nëna e bij shqiptar, të akuzuar rrejshëm për terrorizëm islamik? A folën ndonjëherë kur vriteshin adhetar shqiptar nga strukturat e shtetit? A e lëvize gishtin kur turma huliganësh rrihnin shqiptar nëpër rrugët e qyteteve tona? Ku ishe dinjiteti yt atëherë? Tutje, Fetai ka vazhduar edhe me një sër kritikash tjera për Ahmetin, duke ja përmendur disa zhvillime në qeverisën kur ka qenë BDI, me çka Fetai përgjithësin ja lë Ali Ahmetit. Asnjëherë në historinë e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut nuk ka patur më shumë poshtrim, më shumë tradhti, më shumë mjerim se sa gjatë sundimit tënd të errët. I vetmi sukses i joti ka qenë pasurimi marramendës i rrethit tënd të hajdutëve, ndërsa populli është lënë të vuaj. Shqiptarët nuk harrojnë, shqiptarët nuk falin, dhe nuk janë aq budallënj sa i do ti. Të gjithë e dinë, halli yt s'është shqiptaria, halli yt është llogaria, dhe ajo po të troket në derë. Kujtojmë se kreu integrisëve gjatë ditës së djeshme tha se pozitët e shqiptarëve me vlenin në ekzekutiv janë vetëm të një argati. Ai tha se me qeverisjen e tanishme janë devalvuar dhe poshtëruar shqiptarët e mashinisë së Veriut, ndaj siç tha Ahmeti, në vazhdimsi u ka bërë thirrje që t'i braktisin institucionet e të mos bëhen pjesë e poshtërimit të shqiptarëve.